duke parë ecurinë e deri tanishme të atyre që njënë si clusters apo bloqe, sepse kjo është metodologjia e re që ka përfshirë dhe Shqipërinë, është 2030 afati që të gjithë shpresojmë që Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, është një afat realist apo është më tepër propagandistik duke parë ecurinë e integrimit deri tani? Atëre, sigurisht afati 2030 për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian i ka të dyja. Është edhe një afat me qasje edhe natyrë politike dhe institucionale, dhe padyshim është një objektiv për t'u arritur nga ana e institucioneve shqiptare. Unë mendoj që nuk ka vetëm qasjen politike. Aktualisht duke pasur parasysh dhe duke parë ecurinë e reformave deri më sot, do thosha që ka një trend shumë pozitiv. Do me thënë, po t'i referohemi ecurisë të hapave në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, ato kanë ecur me ritme shumë të shpejta. Mjafton të kujtojmë që të gjithë grup kapitujt janë hapur për një periudhë rekord për 13 muajsh. Dhe ky është një fakt që flet për një ecuri pozitive të Shqipërisë në këtë drejtim. Sigurisht kjo ka në vetvete qasjen politike, vullnetin e mirë politik të Shqipërisë dhe institucional për të ecur me hapa të shpejt dhe për të arritur 2030-ën, po nga ana tjetër tregon edhe qasjen e reformave dhe qasjen proaktive të të gjithë aktorëve vendas, sigurisht me mbështetjen e Bashkimit Evropian, që antarësimi të mbyllet deri në 2030. Po kjo është merit e reformave të qeverisë shqiptare, apo është merit e situatës gjeopolitike me situatën Ukrainë, me një prirje të Bashkimit Evropian për të vendet e Ballkanit Perëndimor që konsiderohen si kopshti i pastëm i shtëpisë për të integruar në blok e tjera? Sigurisht, të dyja janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Do me thënë, dhe qasja pozitive dhe vullneti pozitiv i deri tanishëm i Bashkimit Evropian që Shqipërinë dhe vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor t'i antarësoj, duke ju referuar pikërisht metodologjisë së re të zgjerimit dhe plotësimit të kritereve dhe kushteve të vendosura nga ta, po nga ana tjetër, padyshim që kjo nuk mund të arrijë vetëm me vullnetin e BE-s dhe dëshirën e BE-s, pa pasur një vullnet politik dhe institucional për të ecur me reformat. Në këtë drejtim unë dua të them që përtej çdo elementi politik, që duket se deri më tani Shqipëria po ecën në rrugën e duhur. Duke qenë se ne kemi vetëm një plan A, ndryshe nga ndonjë vend tjetër i Ballkanit Perëndimor, ne i kemi syt vetëm nga Bashkimi Evropian dhe integrimi është rruga e duhur në këtë drejtim. Por nga ana tjetër, zonja Leskoviku, kemi dy realitete paralele. Pra në një anë kemi Malin e Zi, i cili është ftuar për traktatin antarësimit, pra është shumë afër vijës finishit, mendohet 2028 atë jetë viti jubilar i bashkimit me Bashkimin Evropian. Dhe nga ana tjetër kemi Shqipërinë që ende nuk është e faza i bar. Pra me fjalë të thjeshta për ta kuptuar dhe publiku, ne ende nuk kemi filluar procesin e mbylljes së kapitujve. Është një rrugtim vetë dhe shumë i vështirë se hapi aty. Po, Mali i Zi duket se është pak më para nesh, sepse dhe procesi ka filluar më herët, megjithatë ne mund ta kapim trendin e Malit të Zi, pra unë këtu nuk shikoj ndonjë problem. Gjithsesi unë e përmenda fakti që kemi një agjendë të reformave 2024-2027 që lidhen me prioritetin për antarësim Bashkimin Evropian, dhe duke pasur parasysh faktin që në 13 muaj, siç e përmenda, ne kemi hapur të gjithë grup kapitujt, tregon për një trend pozitiv që këto grup kapituj mund të mbyllen deri në 2027, siç është edhe objektivi i vendosur për këtë qëllim. Kështu që në këtë drejtim mund themi që jemi në rrugën e duhur, megjithatë mbetet për të pritur nëse mbyllja e këtyre grup kapitujve do bëhet brenda afatit. Po zërat që flasin për 5, 7 apo 9 vende, të cilat kanë bllokuar procesin politik në këtë fazë të fillimit të mbylljes së kapitujve, pikërisht për shkak të shqetësimeve për korrupsionin, të drejtat e njerëzit, drejtat pronësore, pra janë disa çështje të cilat shqetësojnë vende të ndryshme nga Greqia në Gjermani flas. Rreziku ekziston i një vetoje pezulluese nga vendet anëtare, se në fjalë të fundit është e vullnet politik i tyre dhe qasje që kanë për efekt të antarësimeve të reja. Megjithatë, unë mendoj që për rastin e Shqipërisë është ende herët për të folur për bllokim nga ndonjë prej vendeve anëtare. Kështu që në këtë drejtim unë do doja ta shihja në qasjen pozitive, duke pritur se si do të jetë reagimi, po mbi të gjitha si do jetë ecuria e reformave nga ana e Shqipërisë për të bërë dallimin mes në një vetoje të mundshme që mund të vendosi në një vend, për shembull çështja e Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë,
ose edhe Greqia me në një vend tjetër të Ballkanit Perëndimor. Po për Shqipërinë është ende për të folur për bllokim të mundshëm, kështu që nuk do doja të spekuloja në këtë drejtim se ç'mund të ndodhi me 5-9 apo vende të tjera siç përmendni ju. Ne atë do ta shohim duke ju referuar ecurisë së reformave, progresit të arritur, sigurisht pa mohuar dhe vullnetin politik të Bashkimit Evropian dhe të vendeve anëtare. Po është ende here për të folur për bllokim në rastin e Shqipërisë. Me që ju e përmendët, ky decoupling që u bë me Shkupin, pra me Maqedoninë Veriut, është një lajm pozitiv për Shqipërinë apo ende Shqipëria rrezikon në një farë mënyrë po e themi në thonjza të merret peng për shkak të çështjes së minoritete. Fjala bie Greqia mund të përdori një veto në lidhje me pakënaqësitë që ajo ka për trajtimin e pronave të minoritetit grek, pavarësisht se sa legjitime apo reale mund të jenë këto shqetësime. Pra ekziston një rrezik i tillë për Shqipërinë? Rreziku për Shqipërinë, duke pasur parasysh deri më tani situatën mes vendeve, unë nuk e shoh, pavarësisht se her pas here Greqia e ka ngritur këtë pretendim, nëse qëndron ose jo, ka diskutime dhe mund ta bëjmë objekt diskutimi. Megjithatë, metodologjia e re e zgjerimit pikërisht këtë bëri, që Shqipëria apo një vend tjetër mos ishte i varur prej ndonjë vendi tjetër të Ballkanit Perëndimor. Dhe në këtë drejtim, duke qenë se Cilin ndryshim specifik që ka bërë metodologjia? Sepse për shembull në rastin e Maqedonisë së Veriut, me që ju përmendët Maqedoninë e Veriut, e dim pretendimet e Bullgarisë të mundshme për ndonjë veto fezulluese, sepse lidhet me identitetin, me gjuhën etj etj, që nuk qëndrojnë në rastin e Shqipërisë. Kështu që nëse do të ishim bashkë si më përpara, një veto e tillë që mund të ishte ndaj Maqedonisë së Veriut do të pengonte edhe Shqipërinë, ndërkohë që ndarja në këtë drejtim ose decoupling siç ju e përmendet nga anglishtja, bën të mundur që çdo vend të shfaqë vullnetin politik institucional dhe të reformave dhe progresi që do bëj të determinojë dhe ecurinë e mëtejshme dhe çështjen e negociatave për antarësinë Bashkimin Evropian, pa qenë të varur njëri nga tjetri. Dhe unë këtë e shikoj si një qasje shumë pozitive në kuadër të metodologjisë së re të zgjerimit.